Interpoli po kërkon disa nga emrat më të famshëm të krimit shqiptar. Në këtë video do t'i shihni 10 shqiptarët më të rrezikshëm, akuza që rëndojnë mbi ta dhe disa detaje dalluese që mund të ndihmojnë identifikimin e tyre. Nga trafiku i narkotikëve e deri te vrasjet me paramendim, kjo është lista që nuk duhet humbur. Pedrino ka 41 vjeç, Novosel, në kërkim për pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafikim narkotikësh dhe pastrim parash. Andi Kuka, 33 vjeç, i njëjti profil, pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafikim dhe pastrim parash. Taulant Memo, 39 vjeç, Korç, akuzohet për prerje të paligjshme të pyjeve dhe mbajtje armësh. Ergest Memo, 41 vjeç, akuzohet për të njëjtat shkelje si Taulant Memo, i përfshirë në aktivitet kriminal të organizuar. Alex Burreli, komplot për vrasje, mbajtje armësh, përdorim të eksplozivit pa leje, vjedhje dhe zjarrvënie. Romeo Rustemaj, 36 vjeç, Vlorë, tentativë vrasjeje dhe arratisje nga paraburgimi. Gazment Nebiu, Vlorë, vrasje me paramendim, pjesëmarrje në organizatë kriminale, e mbajtje armësh. Ervis Meçollari, 38 vjeç, Korç, akuzohet për vrasje, ka ndërhyrje kirurgjikale në hundësi shenjdalluese. Spartak Sager, 52 vjeç, Ersek, në kërkim për vrasje të shumta dhe komplot kriminal. Artan Sulastrova, Pogradec, akuzohet për vrasje me paramendim të shkallës së parë. Këta 10 shqiptar përbëjnë listën e Interpolit për krimet më të rënda, nga trafiku i narkotikëve te vrasjet me paramendim. Personat e përmendur janë të shpallur në kërkim nga autoritetet përkatëse. Çdo person konsiderohet i pafajshëm deri në një vendim përfundimtar gjyqësor. Abonohuni në kanalin ton për të ndjekur çdo zhvillim dhe lajmet më të fundit nga Shqipëria dhe Kosova.